Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Sot kemi një temë ndryshe nga herët e tjera dhe do të flasim pak për sa i përket historikut të shqiptarëve. Është ngritur gjithmonë në pikpyetje për sa i përket banorëve të krahinës së Gollobordës ose Kalabardhës, siç është edhe botimi i vitit 2017-2020 nga Kadri Dauti dhe profesori nderuar Arif Shutina që kemi ne këtu në këtë intervistë që kam bërë një punim kërkimor, studiues prej 10 vitesh. Dy njerëz që janë munduar t'japin një kontribut tyre, por me ju lidhet akoma më shumë edhe vendi i Gollobordës. Nga fshati Gjinovec, po zotëria Kadriu është nga fshati Lladëmiric, po i Gollobordës. Dy atletar, dy njerëz që duan vendin e tyre, kanë dhënë kontributin. Çfarë flet ky libër dhe pse nisi, si nisi kjo dëshira, cila është arsyeja? Dëshira e kësaj është nisur ka zanafillen që në vitet e para, mbas vitit 19, të cilët shumë njerëz filluan të bëjnë disa spekullime të tmerrshme të padëgjuara ndonjëherë, ku zonën më të mirë, më të ndershme, më të ndërgjegjshme të shqiptarisë, ku është edhe qendra e shqiptarisë natyrale, filluan ta shtrembrojnë dhe historinë e saj ta quajnë të shtrembër, të vërtetën ta bëjnë të pavërtet, duke u nisur që Gollobordasit e Dibrës nuk që kanë shqiptar, por që kanë bullgar, të cilët jo vetëm nuk diskutohet, jo vetëm që e shtrembrojnë. Që si nisen këto për ta gjykuar dhe për ta ulur poshtë figurën e Gollobordës, çfarë thonë? Thonë se ne Gollobordasit e Dibrës, siç i quajnë Ilmi Sadiku, i qofsha fal fjalëve të mëdha dhe të sakta të cilit e përshëndes edhe mbas vdekjes, ai njeri ka qenë njeri nga historianët më të mirë të Dibrës dhe kishte përcaktuar Gollobordasit e Dibrës. Dhe nuk thoshte Gollobordasit, po Gollobordasit e Dibrës, se ne jemi Dibran në atë parë, pastaj jemi Kalabardhas. Dhe pse Kalabardhas? Çfarë do thotë Kalabardhas dhe siç e keni cilësuar dhe ju kështjella e Arbërisë. Dhe pak më parë ju citua diçka që Golloborda është qendra e gjithë Shqipërisë. Qendra e shqiptarisë së vërtet, natyrale, po. Mund na shpjegoni pak edhe në sepse në atë vend janë zhvilluar të gjithë llojet e luftrave. Dhe ku kanë bërë ballë në mënyrë të padiskutueshme, në mënyrë të veçantë të zotët të kësaj shtëpie, të kësaj krajine, pra të Kalabardhas, të Gollobordës. Dhe jo siç e mendojnë njerëzit që ka luftuar ky, ka luftuar ai. Vetë Kalabardhasit kanë luftuar, ka emër mbi emër që me të gjitha të dhënat nëpër dokumenta le t'i kërkojnë nëpër arkiva që janë shpallur heronjt edhe dëshmorët të atë dheut. Por ato dëshmorët të atë dheun sot një pjesë të njerëzish i quajnë budallënj, i quajnë të paaft, i quajnë të pa denj, sepse ato nuk qenë kanë Kalabardhas shqiptar, por qenë kanë bullgar, të cilët nuk e mendoj dhe nuk e pranojnë asnjëri nga ato të asaj kohe, por edhe sot shumica e njerëzve të aftë, të denj dhe që janë me vërtet patriot, nuk pranojnë ta trillojnë një gjë të tillë, por njerëz të shitur, të blerë dhe të cilët shiten për një kokervez, edhe shqiptar të tjerët edhe shqiptar, të cilët i thonë vetë shqiptar, por në fakt ato janë vetëm sa për të thënë shqiptar, e shesin veten për një kokervez tek bullgari. Kjo është e papranueshme. Shqiptaria është arberesh, është arbëri, nuk është vetëm Shqipëri, po është arbëri. Arberia e asaj kohë dihet ku është deri ku janë kufit. Dhe nga erdhin këto bullgar, nuk na thot askush se nëse qenë kanë bullgar, se nga cili vend, nga cili fshat, në cilin vit, kush ka qenë i parë që ka ardhur, pse ka ardhur, arsyet, ku u vendos, si vendos. Dhe nuk japin asnjë shpjegim, por thjesht pse ditë kanë të flasin, po sot njerëzit flasin 5 gjuhë, 10 gjuhë, din të flasin sepse nevoja i ka detyruar të flasin gjuhët e huaj, duke filluar që nga greqishtja, turqishtja, arabishtja,
anglishtja, të gjithë llojet e gjuhë, sepse një njeri që di një gjuhë më shumë ka një jetë më shumë se të tjerët. Këtë nuk e kuptojnë njerëzit e sinqert, njerëzit e drejtë, por hidhen direkt tek interesi i dobet, i ulet për një pasaportë që do shkojnë në Europë. Po nuk shkojnë në Europë vetëm me pasaportën e vjedhur. Ju jeni kundër këtyre njerëzve që shesin, le të themi, etninë e tyre vetëm për një pasaportë ose për një jetë më të mirë ekonomike, për të Jo shuar. vetëm kundër, por këto po të më pyesish mua dhe po të pyesish popullin e gjerë shqiptar, këto duan dënuar. Duan dënuar në mënyrë të padiskutueshme, në mënyrë popullore. Dhe populli i dënon sa për djeni, po të ulesh me 5-6 burrat të vërtet, të drejt, për të cilët flasin gjithë njerëzit, ato i dënojnë në mënyrë vulgare këto njerëz që shesin etnin, që shesin origjinën e vet për një pasaportë. Po shteti si e lejon këtë gjë? Shteti jon shqiptar. Shteti është Si ju thoni që nuk kanë asnjë lloj rrugimi, nuk kanë shteti asnjë lloj. shteti në shumë forma, Fakti domethënë se to tregojnë që janë në shumë bulgarë, raste- janë shqiptar. në shumë raste shteti shitet për 5 lekë tek të tjerët për të hyrë në Europë, por këto janë gënjeshtra. Në realitet, ato kur spyesin për historianin, kur spyesin për asnjë njeri, në radhë të parë duhet pyetet historiani, duhet pyetet shkencëtari, nga kanë ardhur, si kanë ardhur, kush janë bullgarë dhe kush nuk janë. Pse vetëm një gjuhë vetëm e shkruar apo e pa shkruar dhe apo e pa lexuar përcakton ka etnin e një vendi e një zone? Absolutisht kjo është e ardhur nga forma të ndryshme. Për shembull, në vitin 1950, kur Bullgaria erdhi në 815-ën, i internoi Golobordasit ose Kalabarasit e Shqipërisë, i internoi në malet Si e ka Pindit. ekzistuar atëherë Kalabardasit? Çfarë emërtimi kanë pasur? Ato e kanë pas Kalabardas, Kalabardas, po Kalabërs. Kalabërës, po si është, më Por- tregoni pak historikun, si por ka qenë, Bullgaria pse kanë ndroi. pasur këtë emër? E kanë Kalabërës, pasur këtë emër sepse Kalabardas. këto merreshin vetëm me ndërtim me kalash, nuk Kalash. merreshin me shumë gjëra të tjera. Mhm. Dhe kudo që shkonin, në Greqi, në Turqi, në Arabi, bënin kala. Puni me guri. Kalat me gur ndërtojnë, Po, sigurisht. okay. Dhe në momentin kur këto filluan të ndërtojnë kala me gëlqere, kur doli gëlqeria për herë të parë, ato filluan të ngrenë kalat me gëlqere. Dhe nga Kalabërs I bën ja të vuan bardha. emrin Kalabardës, Si sepse Kalabardë. ishin dilnin të bardha kalat. Sa kala është quajtur Goloborda për të pasur kala? Vetëm Goloborda ka 12 kala, 12 kala. vetëm Goloborda. A është Krahina që ka më shumë kala në Shqipëri? Krahina më shumë kala ka bërë mbrojtjen më të padiskutueshme në të gjithë zonën, sepse aty janë përplasur gjithë llojet e ushtrive. Për shembull në 1915-ën deri në 18-ën aty janë rësulur 3 lloj ushtrisë, që nga austriaku, që nga serbi, që nga bullgari, usulën ndaj kësaj krajine, që si Atyre 3 viteve. ta zhduken këtë zonë, por nuk arritën, vetëm që vranë shumë, janë vrarë shumë Shqiptar. Kalabardas shqiptar dhe ato janë të shkruar me gërma të arta në historinë e Shqipërisë. Kush nuk di, le të shkojnë ta lexojnë, janë në për arkivat të shqiptare në qendrore e krajinore. Kudo që të shkojnë do të gjejnë dëshmor dhe jo siç thonë këto, nuk kanë luftuar, por përkundrazi ato kanë lënë gjakun e tyre dhe tani mbi gjakun e këtyre njerëzve të denj për veten dhe për gjithë vendin i quajnë sikur këto janë tradhtar. Përkundrazi, këto janë dëshmorë të atë dheut dhe do të njihen deri në jetëve si dëshmorë të atë dheut. Çfarë luftrash të tjera kanë kaluar më pas aty? Po aty kanë kaluar luftra e dytë botërore, e cila Serbia bashkë me Gjermaninë e me Italinë ndeshën të administrojnë, por nuk arritën të administrojnë. Edhe aty përsëri ka qenë një luftë e madhe ku janë vrarë gjithë ato dëshmorë nga kjo zonë. Nuk janë pak, po janë me qindra. Vetëm një fshat, po ta krahasosh, vetëm fshati im Gjinovec ka 3 dëshmorë, Trebishti ka 11 dëshmorë. Klenja ka 3 dëshmorë. Po e gjithë me radhë, gjithë fshatet nuk ka fshat që të mos ketë dëshmorë. Dhe këto nuk qekan Kalabardas, por që kanë bullgar. Përse duhet t'i vriste atëre
bullgari këto ushtar, këto njerëz të luftës, të penë, edhe ma shumë vriste njerëz e ditur, jo njerëzit kotë se kotë. Akademik, Sigurisht. intelektual. 1913 është vëra i pari nga intelektualet Sali Ereqi, i cili ishte edhe imam edhe kryeplak. Apo Moglica i Okshtunit, i cili ishte një nga intelektualet më të mëdhenj të zonës. Çfarë ka bërë shteti Eles Koçi në Austren, dhe sot në vend të bustit të dëshmorit Abdheut Eles Koçit, ngrenë flamurin bulgar, turp i madh, turp i pa parë, por dikur do ta paguajnë këto njerëz, sepse do kërkojnë, t'i kërkojnë falje popullit këto njerëz. Nuk do shkojnë shumë gjatë kjo punë. Çfarë ka bërë shteti shqiptar për te kësaj pjesë që Shteti shqiptar ka ngritur flamurin bullgarit? Çfarë ka bërë në dobi Leqe ose për mirë nuk ka në bërë për asgjë. krahinën e Golloborës? Leqe nuk ka bërë asgjë, por përkundrazi, atë krahin e ka lënë në mëshirë të Zotit, në mëshirë të fatit të keq, që nuk ka bërë asnjë rrugë, nuk ka bërë asnjë shkollë, nuk ka bërë asnjë gjë, por ka ngritur dy kisha të cilët nuk i vlen as dreqit, as njerëz s'ka asgjë, por vetëm i ka lënë pa shkollë, i ka lënë pa rrugë, i ka lënë pa ujë, i ka lënë për çdo gjë. Në rrugët e Gollobordës po të futesh, do gjesh vetëm Kandahar, do gjesh vetëm tanket ku mund të kalojnë, nuk mund të kaloj asnjë gjë tjetër. Kjo është e turpshme për një Shqipëri, për një qeveri, të cilës do qoftë krahë, nuk ka rëndësi se kush është. Por të gjithë krahët e kanë nënletsu dhe e kanë shitur zonën e Gollobordës. Po niveli i paragjykimit për vetë qytetarët e thjeshtë, për shqiptarët e tjerë, për pjesën tjetër të Shqipërisë. Në përgjithësi shqiptarët e Gollobordës nuk pranojnë të thonë jemi bullgar, por jemi shqiptar, bile shqiptar nga më të kulluarit, sepse edhe nga krahu tjetër, kur ne ndodhemi në qendër të shqiptarisë natyrale, nga katër krahët, nga do që ta kërkosh, që nga Janina, që nga Shkupi, që nga Prishtina, që nga Shkodra, ne jemi qendra e shqiptarisë reale. Golloborda pra është pikë qendra për sa i përket gjitha lidhjet e shqiptarisë në të gjitha krahët. Në të gjithë krahët. Por më fol pak për sa i përket pjesës, si ka qenë, çfarë emocioni ju ka përcjell 10 vite duke u marrë me këtë punë kërkimore për të realizuar këtë libër. Çfarë do të thotë ky libër për ju? Ky libër nuk thot asgjë më tepër, por thot të vërtetën e të padiskutueshme të shqiptarisë arbrore, të cilën ne e kemi studiuar jo pak, por 2 veta. 10 vite kemi studiuar, kemi qenë shat me shat, ka pas raste, jo vetëm çdo fshat, po ka pas raste edhe 3 herë kemi shkuar për të gjetur të dhëna të sakta origjinale. Kemi kërkuar në për arkivat e shtetit, në çdo adres ku kemi gjetur materiale, kemi kërkuar në materialet e Dibrës, në materialet e Mirditës, nuk kemi lënë arkiv pa shfletuar për të gjetur të vërtetën reale për kalabardasit. Keni takuar çdo njeri, njerëz të thjeshtë, njerëz të zakonshëm, kemi gjetur rrugës, kemi pyetur dhe ne kemi bërë edhe një anketim, dhe në këtë anketim nuk ka shfaqur asnjë absolutisht që thotë unë jam nga Bullgaria dhe e kam origjinën nga filan fshat, kam ardhur në filan vit apo kam filan këtë. Absolutisht ka ardhur gjyshi apo s'te gjyshi apo kur. Absolutisht nuk thot asgjë, por thot unë jam bullgar sepse di bullgarisht. Po bullgarishtët në mësuan kur Bullgaria i internoi 80% të zonës, pse nuk shkonin ushtar, pse nuk paguajnë taksat Bullgarisë, edhe internoi në 1950 deri në 1150, gati 150 internoi në malet e pinit të Bullgarisë 1800 metra mbi nivelin e detit. Dhe kjo ka qenë e tmerrshme, dhe mbas 150 vjetësh, mbas 3-4 brezash, janë rikthyer përsëri në vend lindjen e tyre. Dhe ata sollën me vete gjuhën që të detyruar që ta mësonin atje ku jetuan 100 vjet, 150 vjet. Pjesë atij komuniteti atje për të jetuar. Dhe kur u kthyen në Shqipëri, u kthyen me gjuhë normale të vendit atje ku kishin jetuar aq vite, se kishin harruar arbërishtën apo shqipen. Dhe tani na e quajnë se gjasmet që ka gjuha e nanës. Absolutisht gjuha e nanës është arbërishtja, shqiptarishtja. Asnjë gjuhë tjetër nuk ka shqiptaria në gjuhën nëne. Çfarë mesazhi përcjell ky libër? Ky përcjell
të vërtetën reale, origjinale, për cilin do fshat, për cilin do njeri që pretendon se nuk është ashtu. A keni ju një thirrje për shtetin shqiptar ose për ata që janë në krye të shtetit? Shteti shqiptar Por ai sa keni parë ju mangësi, le të themi, duke prekur në këtë libër realitetin. janë përcaktuar dhe janë të regjistruar të gjithë propomorjet që janë dërguar presidentit të Republikës, kryetarit të Këshillit Ministrave, ministrit të jashtëm dhe asnjë përgjigje nuk kemi marrë, as negative, as pozitive, por e kanë lënë në mënyrë evazive të paprekur këtë problem, sepse nuk i leverdis, se do që ti dëgjoj Bullgaria që të thotë janë kemi bullgar. Nuk ka bullgar në Shqipëri dhe nuk do ketë kurrë në kurrës. Por ju vetë si një banor, ju jetoni në Tiranë tani, por si një njerëz që keni lindur në këtë zonë, në këtë krahin, do i bëj qefi, do jeni më i lumtur po të konsiderohesh si banor i Kalabardhës, pra si njeri qytetar i Kalabardhës, pra i lindur në Kalabardh apo në Gollobordh? Unë jam i lumtur që jam në Kalabardh, në Gollobordh nuk ka rëndësi. Për mua Kalabardha është, pavarësisht ja ktheu emërtimin Bullgaria për interesat veta personale në kohën kur para se të ikte në 1250-ën. Dhe kjo është e tmerrshme, por e vërteta është Kalabardh. Në mënyrë të menjëhershme, çfarë duhet vendosi shteti, çfarë duhet bëjë për sa përket Shteti duhet të vendosi emërtimin e vërtet, siç e ka vënë emërtimin e vërtet shumë qyteteve të tjera, siç është Dimali apo të tjerë qytete që i ka vënë emrin e vërtet të origjinës hershme. S'kërkojmë asgjë, është një e vërtet që i takon, nuk është se e duam neve, e na leverdis neve, s'kemi asnjë leverdi, por të vërtetën nuk duam ta diskutojmë. Çfarë përmbajtjesh ka ky libër? Ka përmbajtje historike? Tu ka një përmbajtje historike reale, ashtu siç janë marrë nga njerëzit që kanë jetuar në kohra të gjata, në kohra të vjetra që janë mbi 100 vjeçar, në kohën kur ne i kemi interesuar. Ka dhe rrëfime historisht, ngjarje? Sigurisht ka nga jeta reale e tyre. Shohim që ka edhe foto për sa përket peizazheve, se si ka qenë pjesa e Gollobordhës, Kalabardhës, fshatrat në vitet 2017 deri në vitin 2020. Sigurisht. Në foto. Kisha, xhami, shtëpi, janë pasqyruar të gjitha ndodhit kudo që janë gjetur dhe kudo që janë. Nuk kanë lënë asnjë gjë pa u regjistruar në këtë libër. Ekzistojnë të gjitha mundësitë që kushdo që ta lexoj ta vërtetoj me veten e vet që ky është real dhe jo spekulativ. Po nga ana e Ministrisë së Arsimit ose Kulturës, se ky libër kam përshtypjen që futet edhe në Ministrinë e Arsimit, por edhe Kulturës, a ka pasur një lloj vlerësimi nga shteti? Po këtë punë që ju keni bërë, a jeni vlerësuar? Nuk kemi vlerësuar fare, vetëm vlerësuar nga Bashkia e Bulqizës dhe na ka dhënë edhe titull, nderi. Jemi vlerësuar vetëm nga Bashkia e Bulqizës. Po për sa përket qytetarëve, shqiptarëve, a kanë pasur interes, kanë shfaqur interes? Shumë kanë, ato që e kanë lexuar janë bindur dhe janë mirënjohës që ne kemi bërë një diçka të jashtëzakonshme të cilin jo çdo kush mund ta bëjë, sepse aty ka nevojë jo vetëm për kushtim, për dëshirë, për iniciativë, po ka nevojë edhe për anë ekonomike, se atje është bërë një shpenzim kolosal për ta botuar atë libër. Nuk është shaka. I thon 7 milionë gjysmë vetëm botimi. Vetëm botimi 7 milionë gjysmë. Vetëm botimi. Botimi pa çmim fitimi, vetëm si çmim real, si kosto reale. Po ama kosto e përgjithshme të cilët kemi bredhur nëpër rrugët e Shqipërisë, nëpër rrugët e Kalabardhës. Sa herë keni ardhur nga Tirana që keni shkuar në Kalabardh? 18 ditë kemi shpenzuar për të bredhur. 18 herë. 18 herë. Po. Nga 2 ditë, 3 ditë, sa mund jaste. Nga 2 ditë zakonisht. Po, nga 2 ditë zakonisht. Duke filluar që nga fshatat e Maqedonisë që kanë qenë pjesë e Kalabardhës. Sa janë ato, janë 12 fshatra. 12 fshatra dhe 37 fshatra brenda Shqipërisë. 29 në gjithësejt.
Zoti Arif, unë të falenderoj shumë që ju jeni munduar të sillni diçka, një vepër, përsa i përket një zone shquar, siç e thatë edhe ju, që ka dhënë një kontribut të vyer veçantë për Shqipërinë dhe shqiptarinë, por një ndërto jeni edhe ju që jeni munduar që këtë gjë që po kalohet në harres dhe po deformohet dhe po gjykohet gabim për interesa të ndryshme shumë vogla. Për momentin, ndoshta ashtu kalohet për një pjesë njerëzish të cilët janë të patë, që nuk janë as të lexueshëm, as të komunikueshëm, as të kërkojnë të vërtetën, por vetëm fitimet personale për momentin. Por nuk kuptojnë demin e madh që i bëjnë jo vetëm vetes, por edhe vendit. Një pjesë njerëzish të cilët janë të shitur apo të blerë nga bullgaret apo nga neo-bullgaret. Këto të cilët spekulojnë mbi të vërtetën. Por do të vijë koha, jo vetëm që do vlerësohet sa janë ilësor, por më shumë do mbi vlerësohet në të ardhmen, se do ketë njerëz të aftë që të dinë ta dallojnë të vërtetën nga e pavërteta. Sepse e vërteta është që nuk duke u bazuar edhe tek ai aq mundësi që kishim ne të bëjmë një kontroll, si i thonë, ose një referendum të pa kërkuar, të pa shkruar, por me fjalë, edhe ai na dha atë mundësi që asnjëri nuk ka pranuar të thotë që unë jam Golobordas, por jam nga Bullgaria. Asnjëri nuk ka thënë. Nuk ishte asnjë. Nuk e ka vërtetuar asnjëri. Le ta vërtetoj. Ne kërkojmë të ketë ndonjë, ndoshta e mund të ketë ndonjë, por ne nuk kemi arritur ta gjejmë. Jam filani të thosh, të çosh ti të thosh, unë jam nga Bullgaria, jam nga filan shat, nga filan rrugë, nga filan, dhe kam ardhur në këtë vit, në këtë vit, në këtë vit. Le të dali një, ta thot, edhe unë i kërkoj ndjes. Ju vazhdoni të jeni të qëndroni po të njëjtin mendim që është e pajustifikueshme që dikush të thotë që jam nga Bullgaria për çfarë do lloj arsye. Jo vetëm pajustifikueshme, por edhe dënueshme. E dënueshme armiqësore. Ai kryen një krim për mua, sepse i jep një të pavërtet asaj që nuk është asnjëherë. Dhe pavërteta nuk mund të qëndrojë neutrale, por do të dënohet me atë dënim që meriton, që mendon, sipas mendimit tim, pavarësisht se sa mund të merret parasysh. Vërtet është. Unë të falenderoj shumë, mirënjohje dhe respekt pafund për sa i përket punës që keni bërë dhe që vazhdoni të bëni akoma. Do ta them edhe për gjithë ju që na ndiqni, zotërinë e nderuar, ne jemi takuar si çdo kënd nga ata qytetarë që ne pyesim në qendër të Tiranës për tema ndryshme dhe ka shfaqur vetë dëshirën për të çuar akoma më lart këtë vepër që ka realizuar, për ta përhapur për më shumë shqiptarë që ta dëgjojnë atë se çka është e vërteta, dhe pse jo ne sot morëm iniciativën, morëm guximin për të ardhur, për bërë një, pse jo, për të parë, për të njohur dhe ne që nuk jemi ndoshta pjesë e këtij vendi, por jemi në një qytet tjetër, pse jo, ky është një vend joni, është i vetë shqiptarëve, i vetë Shqipërisë, edhe ne çdo kush nga ne duhet ta mbrojë territorin e shqiptarisë. Unë ju falenderoj që ju bët një mundim kaq të madh, me respektuat mua, por ju respektuat gjithë kalabardasit, të cilët do të jenë mirënjohës në mos sot në momentin që po flasim, nesër pas nesër, ju do të jenë mirënjohës për veprimin që keni marrë përsipër ta bëni. Ishte kënaqësi. Miq, uroj që ta shihni këtë video dhe ta vlerësoni siç duhet, gjithashtu edhe të merrni edhe botimin e zotërinjve nderuar, siç është edhe Kadrit Dauti dhe Arif Shutina për veprën që kanë bërë për sa i përket kalabardhësve dhe gjithë asaj që është kështjella e arbërisë, për ata njerëz të denjë, vërtet, të thjesht, që mundohen dhe ne kemi takuar këtë ditë, me aq sa kanë mundësi dhe shteti ka lënë harres, pa infrastrukturë, pa rrugë, pa drita, pa ujë, edhe pse janë në vendin e burimeve, që në çdo vend që ti shkel, ke ujë të pishëm dhe të freskët. Njerëz shumë pozitiv dhe të mirë që janë lënë harres nga vetë politika dhe interesat e tjera, të vogla do i konsideroja, se pasuria atyre që e shesin këtë vend, që ka një pasuri të pakufishme, të pa skajshme,
ata e shesin për gjëra që ndoshta janë shumë kalimtare, Shumë elementare. shumë elementare, shumë thjeshta dhe bazike që ndoshta nuk do të peshonin asgjë në krahasim me atë se çka është ky vend. Shumë faleminderit për intervistën dhe të falenderoj shumë për mundimin që bëre. Do të jemi njohës unë, po edhe gjithë shqiptarët. Ishte kënaqësi. Miq, ju përshëndesim. T'jeni mirë.